Dashur teleshikues, jemi sot në një mbrëmje speciale, është 25 vjetori i televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Është një çerek shekulli punë, një çerek shekulli sakrificë, një çerek shekulli mundim i gjithanshëm për të qenë prezent në shqiptarët e diasporës me emisione të natyrave të ndryshme. Sot pra festojmë këtë ditëlindje siç e meriton edhe siç i ka hije, një televizioni mbar shqiptar që gjendet në Amerikë, kaq larg po dhe kaq afër Shqipërisë në të njëjtën kohë, sepse kemi gjithmonë qëllimin që të sjellim Shqipërinë më afër, ashtu sikurse ka ndodhur në këto 25 vite dhe sikurse do të vazhdojë të ndodhë. Absolutisht që merita i shkon drejtorit të televizionit shqiptarëve të Amerikës, zotit Gani Vila dhe familjes së tij, për këtë çerek shekulli me mënyrën se si e ka nisur edhe faktin që kanë mundur ta mbajnë në këmbë edhe sot deri në vitin 2025. Unë do t'ju uroj gëzuar këtu nga Imperial House edhe do të vijojmë me intervistat e të ftuarve që na kanë nderuar sot me prezencën e tyre. Jemi këtu sot në këtë mbrëmje me kryetarin e Vatrës, zotin Ilmi Berisha. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Do të kishit një urim fillimisht për televizionin edhe 25 vitet e tij? Sigurisht që unë me kënaqësinë më të madhe kam ardhur sot së bashku me bashkëpunëtorë të mi prej gjithandej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Florida, nga Kanadaja, New Jersey, New York, për ta festuar këtë ditë goxha të shenjtë për ne si Vatrë dhe si shqiptar amerikan, sepse televizioni juaj Alp TV USA ka qenë që 25 vite një mburoj, një shkendi që ka shëndritur për të mirën e kombit, dhe në këtë rast dua ta shfrytëzoj rastin që në emër të Federatës Parënd Shqiptarë të Amerikës Vatra ta falenderoj televizionin dhe pronarin e tij, mikun tim Ganiun. Ndjekësisht dua të them edhe një gjë me tutje së falënderimi, sepse ky televizion ka qenë shumë i theksuar, ka rshi proceseve kombëtare edhe në Kosovë dhe ka qenë i zë fuqishëm edhe në përsërimin e shqiptarëve, por edhe në shtetërtimin e Kosovës. Prandaj urime, përgëzime për shumë vjetë me suksese pafund. Shumë faleminderit për pos urimit edhe pozicionit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës që ju e keni vënë ndër vite. Do të kishit një sugjerim se për çfarë më shumë emisione mendoni që ka nevojë komuniteti edhe diaspora që duhet punuar më shumë, kështu që televizioni ta ketë parasysh për programet në avans? Unë mendoj që koshiencë dhe një qëndrim të veçantë duhet keni për rinin, keni emisione të ndryshme, kryesisht tek të rinjtë dhe të rejat dhe avancimi tyre profesional dhe akademik, pastaj edhe tek bizneset dhe avancimi shqiptarëve të rinj në biznese të lamive të ndryshme, të profileve të ndryshme që po bojnë një shpërthim fuqishëm. Dhe gjithmonë nuk duhet të harrohen institucionet më të vjetra si që është Federata Panshqiptare Amerikës Vatra, institucioni më i vjetër në diasporën amerikane. Unë ju falenderoj edhe uroj që të keni një mbrëmje të këndshme. E kalofshi gëzuar. Faleminderit. Përshëndetje miq të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këto sonte për të festuar një natë veçantë, 25 vjetorin e televizionit shqiptar, 25 vite udhtim për kushtim dhe sigurisht tradita që ne kemi përcjell tek ju. 25 vite më parë, një çerek shekulli më parë, u ndezën dritat e para të studios. Unë dëgjua zëri i parë në studio dhe prej atëherë studio jon, televizioni jon është pasqyra e jetës së shqiptarëve, e kulturës, e artit, e përkushtimit dhe mbi të gjitha emocioneve të përbashkëta që ne sjellim kudo në çdo cep të vendit. Sot 25 vite më vonë jemi këtu po me të njëjtin ideal, që të vim tek ju me zemrën plot dhe sigurisht me dashurinë më të madhe për ju. Kjo fest është për të gjithë ne, për gjithë punonjësit, për gjithë gazetarët, moderatorët, por mbi të gjitha është për ju të dashur miq, për ju mbështetës të televizionit që 25 vite që keni qenë me ne në çdo emocion, çdo edicion dhe sigurisht në çdo emision tuaj. Dhe sigurisht në çdo emision. Ne nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të urojmë që suksesi dhe frymëzimi i televizionit të jetë pjesë edhe të jetë me jetë gjatë
dhe sigurisht gëzuar 25 vite, Alp TV-usa gëzuar aty shtëpia jon, më e mira që ne flasim dhe frymojmë shqip. Jemi këtu me veprimtarin dhe aktivistin që nga vitet e 80-ta, Nue Grabanica, zotri Nue Grabanica. Si e kujtoni ju fillimet e Alp TV-usas, me që jeni edhe shumë vite këtu në Mërgim? Si pikës pare du të uroj për punën, për Alp TV-n dhe pronarin dhe gjithë stafin. Televizioni si televizion është një dritare për komunitetin, për generatat e reja. Më kujtohet kur hapëm një televizor në New York kur i banojsha, ajo ka qenë kënaqësia më e mira e imja për hir të fëmijëve, se sa po kishin lindur fëmija dhe ai televizion sillte programe tamam për fëmijë, për një edukim, për mbajt gjuhën dhe kulturën shqipe. Kështu që edhe televizioni juaj ka vazhdu të mbaj një hap të mirë për kulturën, për gjuhën dhe aktivitetet që ka ndodhur në Michigan që janë të shumta. Andaj ju përgëzoj urime për përvjetorin. Shumë faleminderit. Urojmë që të kemi edhe shumë vite mesin tuaj dhe sigurisht edhe ju t'jeni pjesë e televizionit dhe aktiviteteve që ne organizojmë. Faleminderit, uroj gjithë mirat e ky televizion t'jetoj gjatë. Do ta bëjmë intervistën tjetër me zotin Koles Ndoja, që është kryetari i Vatrës në Florida. Në çfarë qyteti? Which city are you guys located? Fort Lauderdale. So what is the community out there? Is it well connected with each other, the Albanian community? We're more spread. You have more community here in Michigan, just like in probably it's a lot more people, in Jacksonville and Tampa, where there is much bigger area. We have about, the count is about 7 million people. So it's a lot of Albanians. We expect to be much more, but we're getting there. Do they watch Albanian TV of USA, the one that we are celebrating tonight? Well, they should. Okay. They should. I'm sure that a lot of people, basically of age, they may, for sure. But I'm sure that it's a good thing that also this is a TV of all ages. I applaud so much the Mr. Villa for this, for his dedication. This is a very hard business. I'm a businessman, and it's so hard to keep a business together. And to keep for this, it takes a lot of passion, a lot of love and care. And that is basically, and only when you have a family behind you. And it appears that he excelled on that. It's a great gift to not only to his family, but also to the community. And I truly admire his work. And I think it's a good example. You should take it to the next level. Preserve our language, our culture, family culture, everything that is in our DNA, that this country is striving so hard for it. We have it naturally in our genes, inherit from our families. And Mr. Villa and Albanian TV does just that by preserving that spirit, that, our traditions and our God's given language, the Albanian language. So God bless them. We have to keep it alive because we are so far away. Yeah. Do you have a wish tonight for these 25 years of the anniversary that we're celebrating? Well, in a way, I just said my wish. It came naturally. The wish is basically that this goes, takes not over America, but in any place. It's a great example. Also with the technology and with the age and AI that we're living in, we should be very proud of. There is no better tool than media to present this, this gift that we have, our language, our culture, and also our being together as a nation, even away from our homeland. So I wish Albanian TV another 100 years, as a tradition, to say, if not more.
you started in English, and I continued in English by speaking in English for the Albanian language. I wish we started in Albanian. Oh, So we could I'm end going- it in Albanian. I thought it was easier for you. No. Many times I tease my friends and I'm saying they are all these, what we speak are Neo-Latin languages, and all have borrowed from our Albanian language. And so God enlightens our ancestors to speak Albanian, and we should proudly preserve that. Now you can go in Zoti e bekof Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që ndodhen. Goja. Faleminderit për kohën, faleminderit që keni ardhur edhe ja kalofshi bukur këtë mbrëmje. Mirë, miq të mi, jemi këtu me avokatin Renis Nushaj, i cili na nderoi me pjesëmarrjen e tij sigurisht, por që ne sigurisht do ta marrim edhe një mendim tin për mbi 25 vjetorin e Alv TV-s. Faleminderit shumë, është e kënaqësi që jam këtu sot. Nuk ka kompliment më të mirë për komunitetin shqiptar që të kemi një televizion mbas 25 vjetësh, kemi akoma një televizion që vazhdon dhe mbetet i suksesshëm. Dhe unë uroj që 25 vjet prej sot takojmë prapë këtu dhe të bëjmë 50 vjetorin. Nuk do kishte kompliment më të madh se ai. Asnjë kompliment më mirë se ky. Por çka mendon për televizionin përgjithësi, e dim që televizioni është një dritare, sidomos në mërgem, për gjithë sigurisht, për ne këtu që jetojmë, punojmë, por edhe për fëmijët tanë, për brezat e ri. Absolutisht. Kjo është komuniteti jonë, është komunitet aq sa është i ri, aq që është i hershëm. Detyrimisht nevojat tona janë shumë llojshme. Nuk ka nevoja që nuk i përmbush dot ky televizion, sepse ashtu sikurse është kompliment për ne që jemi sot këtu dhe që jemi të mërgim, ashtu do jetë kompliment për fëmijët tanë, për të ardhmen që do jenë lindur këtu, por prapë do kenë nevojë që të kenë një lidhje me vendlindjen e tyre, ashtu sikundër çdo komunitet tjetër ka. Kjo është edhe mbas dëshira jonë, kjo është edhe arsye pse është i kënaqësi që të jemi këtu sot që të gjithë. Vjen mirë. Atëherë s'po të marrim shumë kohë, vetëm një urim për televizionin tonë. Faleminderit. Edhe thash, urim më të mirë se ai nuk do bëja dot. Për 25 vjet shpresoj të takojmë të dy bashkë këtu dhe të flasim prapë për televizionin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Merci. Vijojmë me intervistën, jemi me zotin Pashko Cana, që është sekretar i Federatës Gatra, me kontributin e tij të shpesht dhe prezencën e tij në këtë federatë, e se e kemi dhe sot nderin, ta kemi të pranishëm në këtë 25 vjetor. Çfarë mund na thoni në këtë 25 vite për televizionin? Çfarë urimi do të kishim? Unë sot e një vetë si një dasëm familjare, por dasëm e gjithë shqiptare, sepse televizori shqiptar, Alv TV-s ka qenë një qendër, një shkëlqim, një dritare për gjithë shqiptarët, jo vetëm këtu në Michigan, por për gjithë shqiptarët në Amerikë, dhe si e tillë ka qenë ndërgjegjshme, me ndërgjegjshmëri, me punë të përkushtuar, me vullnet dhe mbi gjitha me dashuri. Unë e një vetin shumë mirë për kontributin që ka lënë Vatra ndaj emisioneve, programeve tuaja të shumta, njëkohësisht edhe unë me modestin time të mbani kontribut duke dhënë intervista të shumta në televizionin tuaj, dhe është një fest për gjithë ne dhe uroj që 25 vjetorit të kalojnë në 50-100 vjetorit të matutje, edhe gëzuar dhe urime të gjitha. Faleminderit, e ju lum goja. Do të kishit një sugjerim në emisionet që do duhet më shumë të vijojë në të ardhmen? Çfarë tematikash mendojnë që duhet të fokusohet më shumë televizion? Televizori ka ndjekur disa tematika, unë për veten kam pas fat që të jam pjesë e një tematike të jashtëzakonshme gjatë pandemisë. E ndjeja vetin se me një zaj pashë edhe televizorit intereson që të jenë të japin një lajm me kohë, por të kenë lajmi që je pak shpresë. Në një kohë kur ishte pak shqetësuese për shumë shikuesit për televizorin tuaj, dhe për këtë unë mendoj që televizori ju e ka një platformë të rëndësishme dhe veçantë, jo të merremi gjithmonë me një platformë, me një tempo të ndryshojnë tema, sepse në një shoqëri siç është kjo, kemi nevojë për tema të ndryshme, tema në shëndet, në shoqëri, në politikë, në biznes, në ekonomi, në gjitha këto. Dhe shëqyrë Zotit, në komunitetin tonë, kemi profile njerëz të profiluar në gjitha këto, ashtu që është mirë të afrojmë, që zërët të afrojmë një mundësi që të ndëgjohet, që të komunikojmë, sepse kjo është një detyrë ose një pasion, një mision i këtij televizori, që të jetë platformë ku shqiptarët të bashkohen, të flasin, të shkëmbejnë mendimet tona, idetë tona dhe vizionin për vlerat tona të përbashkëta. Jemi me zonjën Luljeta, por rastësia është shumë e mirë sepse edhe zonja Luljeta ka qenë pjesë e televizionit më parë, por më shumë unë do zbuloj vetë zonja. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, është një mbrëmje madhështore, jubilare.
Këtu celebrohet 25 vjetori, kremtojnë 25 vjetorin me krijimin e televizionit shqiptar. E mbaj mend para 25 vjetësh kur është krijuar, sepse edhe kushëriri im Besnik Kaltanji ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, ka ardhur nga televizioni shqiptar në Shqipëri dhe është krijuar ky televizion për të ndihmë të komunitetit shqiptar këtu. Dhe unë ndihem shumë krenare që pak kam dhënë sadopak kontribut në këtë, sepse kam punuar në televizionet e tjera. Dhe ju uroj suksese dhe kjo natë e sotme është shumë e këndshme. Të gjithë njerëzit janë të gëzuar, të qeshur, të lumtur, që të celebrojnë 25 vjetor të kësaj feste. Dhe juve ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Po, bëm përshtypje, si kujtoni ose si mundeni mi krahasu vitet e mëhershme të bëri televizion me tashi, me këtë teknologjinë që e kemi tani? Jemi sinqert, nuk para kam shumë kohë që të shikoj televizor, sepse tash i kam një mes të vogël dhe një tjetër. Por mendoj se gjithçka është më mirë akoma, sepse në atë fillim nuk kanë pasur eksperiencë, ka qenë shumë e vështirë të... Por Gani Vila ka një merit të jashtëzakonshme. Ai është miku im i vjetër dhe i familjes time gjithashtu. Për krijimin e këtij televizioni dhe për mbarvajtjen e këtij televizioni, sepse çdo ditë më mirë po duket. Kjo ka rëndësi, kjo na lumturon neve shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Dhe stafi që ka zgjedhur që ka i mrekullueshëm. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Jemi këtu me zotin Sokoj Baja, editorin e gazetës Dielli. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit për prezencën. Kënaqësi, ju uroj gëzuar televizionit. Ky televizion ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm për komunitetin shqiptar, por dhe për median shqiptaro-amerikanë në peizazhin mediatik amerikan, për gëzim e stafit. Në mënyrë veçantë e falenderoj për këtë platformë patriotike, edukative, mediatike Gani Vilën për administrimin e shkëlqyer, profesionalizmin e lartë dhe përgatitjen e rafinuar dhe kronikat e shkëlqyera të Rafael Floqit, por mbi gjitha jam mirënjohës energjisë së stafit i cili ka krijuar këtë platformë, e cila përveç se është e besueshme, shumë e dashur dhe përfaqësuese për gjithë shqiptarët e Amerikës. Keni krijuar një markë gjithë përfshirëse, gjithë përfaqësuese, ju përgëzoj për frymën adhetare, por mbi gjitha për nivelin e ngërritje dhe nivelin jashtëzakonisht cilësor të programeve mediatike, me qindra kronika, intervista, portrete, profile, dokumentar, apo dhe lidhje direkte, apo dhe transmetime të kushtuara komunitetit shqiptar për bërë një vlerë të jashtëzakonshme për ne si komunitet, por dhe për median. Keni përgëzimet dhe vlerësimet e mia më të larta. Gëzuar nga zemra. Faleminderit shumë, faleminderit për kohën edhe kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Jemi këtu me zotrin Sami Zeka, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Çfarë mendimi keni për televizionin? Çka ne duhet të bëjmë ndryshe, se kështu po e fillojmë, sepse urime kemi marrë pafundme. Në atë parë i falenderoj për ftesën dhe është me të një kënaqësi që jemi këtu jo vetëm për shqiptarët e Filadelfisë, por të gjithë shqiptarët në diasporë, dhe televizori ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe për një çerek shekulli, na ka mbledhur të gjithë bashkë, atëherë kur neve na ka munguar aq shumë vendi jon, e kemi gjetur pranë ekranit të televizorit dhe vazhdon të shprehim atë kënaqësinë e madhe që ka bërë ky televizor tek familjet tona, qoftë këtu në Amerikë apo në Shqipëri, dhe na sjell një pjesë të vendit tonë, na i sjell kaq larg dhe ne vendimi po kaq afër. Faleminderit shumë. Një mesazh shkurtër për ne. Çka duhet të bëjmë ne më ndryshe, ose çka duhet të shtojmë në atë ëmbëlsinë tonë që e kemi? Besoj se një nga pikpamjet më të rëndësishme të televizorit është për të transferuar kulturën, traditën dhe gjuhën tonë tek të rinjt. Disa aktivitete për të rinjt duhet ishte, besoj, dhe një pikë kur televizori duhet të koncentrohet më shumë, duke ofruar dhe programe për të rinj, sidomos për fëmijët dhe për adoleshentët. Vijojmë intervistat me drejtorin e të gjithë degëve të Vatrës, zotin Mondi Rakaj. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje. Jetë me këtë darkën nga la, të 25 vjetorit të televizionit shqiptarëve të Amerikës. Jemi gëzuar, është një rrugtim i madh, po afër 2 dekada e gjys.
Falenderojmë zotin Vila për kontribut që ka dhënë tash 25 vite për ashtu dhe urojmë që zoti t'i japë shnetet ta çojnë edhe pak më andej. Faleminderit shumë për urdhrimin, edhe do të kishit ndonjë sugjerim për emisionet në të ardhmen se ku duhet të fokusohemi më shumë? Po tani kisha këshillu zotin Vila që të merret pak më shumë me rinin, emisione rinore, kuptohet ne nuk do t'i anashkalojmë edhe brezat e vjetër se këta kanë historinë e tyre, kanë dhënë kontribut për këtë vend, por sa më shumë emisione rinore që ta mojnë sa më shumë në entuziazëm. E kuptoj se çdo gjë është kosto, por edhe komuniteti e ka ndihmuar shumë, por edhe ta bizneset e uroj që ta ndihmojnë prapë më shumë se çdo gjë do në kontribut, do në fund dhe do në ashtu. Por do të mendoj se do t'ja dalim. Faleminderit shumë dhe do ta marrim në konsiderat. Kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Televizioni shqiptarëve është gjithmonë aty për ju dhe sidomos për të rinjt, për gjithë ata që kanë lind këtu, por edhe ata që kanë ardhur pas shumë viteve, sepse është një drejtare që na përmbledh sigurisht edhe na bashkon me Europën. Por të rinjt tanë kudo në botë gjithmonë janë të suksesshëm, dhe pse jo të jenë të suksesshëm edhe në punën që bëjnë ata, por edhe atë punë ta bëjnë edhe më mirë për shqiptarët, dhe pse jo edhe për televizionin tonë që gjithmonë vinë e na mbështesin. Jemi këtu me një biznesmen të ri, por që mendoj që fillimet tua në punën tuaj, sidomos me shqiptarët, na i thuj, kanë qenë të lehta për shkak të gjuhës, apo kanë qenë pakës më ndryshe se sa me këto tjertë nacionalitete? Për të thonë drejtën, dëgjova si çdo shqiptar që vjen i ri në Amerikë, fillimet e veta nuk është se i ka të lehta, të them drejtën, edhe merr një çik kohë që të kapësh veten, si i themi ne. Por ama më thon drejtën, me mbështetjen e shqiptarëve dhe gjithë bashkëkohësave të mi që gjithmonë kanë prit ku kam shku, kanë mbështetur shumë që të arri këtu ku jam sot. Vjen mirë. Si mendoni televizioni jon 25 vite tashmë, çfarë roli ka për të rinjt? Televizioni shqiptar duhet që edhe ne ta mbështesim shumë, por ama kjo që bën për të rinjt është sepse të paktën i bashkon, u jep mundësinë që dëgjojnë të folër shqip sepse po mungon shumë gjuha shqipe, edhe i afron shumë me vendin tonë që mund ta shohin përmjet televizorit, sepse ka shumë njerëz që nuk kanë qenë atje, edhe e shohin vetëm përmjet televizorit. E kjo është interesante sepse shumica nga ne që kanë lind këtu nuk e kanë idenë se si është jetosh atje apo si është ta vizitosh vendin tonë. Dhe sigurisht, faleminderit shumë për këtë, është emocion edhe për ne që vim tek ju në shtëpitë tuaja, që të sjellim pak zgjete, pak copsa jete Evrope këtu në Amerikë. Shumë faleminderit, një mesazh shumë shkurt, një urim për televizionin tonë. I uroj televizionit shqiptar, jo vetëm 25 vjet, po edhe 100 vjet tjera, edhe gjithmonë qoftë mesneshë mes shqiptarëve. Faleminderit shumë. Mersi. Jemi këtu me zonjën Anila Niklos, që është një përfaqësuese e denjë e të gjitha organizatave të mundshme që ndodhen në Shqipëri. Vjen sot nga Florida, na ka nderuar me prezencën e saj këtu në këtë mbrëmje për 25 vjetorin e televizionit shqiptarëve të Amerikës. Do të kishit një urim për këtë çerek shekulli? Një urim shumë të veçantë për Alp TV USA, për të nderuarin Gani Vila, për ekipin që punon me televizionin, për përpjekjet e pareshtura me komunitetin shqiptar, jo vetëm këtu në Amerikë, por edhe duke u bërë një urë lidhse me të gjithë komunitetin shqiptar, kudo që shqiptarët janë anë mban botës. Do t'ju uroja një sukses të vazhdueshëm, edhe t'ju shikojmë gjithmonë me atë dritën e bukur të komunikimit që keni, me harmonin që përçoni ndërmjet programeve të shumta që ne shikojnë në televizionin tuaj, dhe shumë faleminderit, jam shumë e nderuar dhe privilegjuar që jam këtu sot. Me qënë se ndërlidhe shumë bukur me emisionet, do të kishe një sugjerim për emisionet e të ardhmes, ku do donit ju që ne të fokusoheshim, në çfarë lloj tematikash në komunitet? Po, shumë pyetje e bukur. Do kisha përshtypjen që neve si komunitet njërën nga për shembull topikët që mund të zgjidhnim, do ishte edhe jeta jonë në Amerikë, po si përshtaten të dyja kulturat, kultura amerikane dhe kultura shqiptare, që ne t'jemi të gjithë të suksesshëm.
e thënë ndryshe jeta jone e përditshme. Çfarë janë këshillat, sfidat për ne këtu, për emigrantët në Amerikë? Dhe si mund të përfitojmë nga njëri tjetri, nga aftësitë, nga suksesi njëri tjetrit? Për shembull, unë kam një mënyrë të udhëhequri në familjen tonë, unë jam më e vjetra ndërmjet atyre që janë brezi më i ri dhe i them gjithmonë, mësoni nga gabimet e mia, që juhet mos hundisni dhe 10 vjet jetës tuaj. Në të ju keni ardhur e para. Ardhur e para. Po gjithsesi Amati pas ke qenë the biggest help. Se është gjithmonë vatra e të gjithë shqiptarëve, por dhe vatra që pret gjithë secilin nga ne. Po, dhe e kam bërë me shumë kënaqësi. Jam shumë krenare. Duhet marrë shembull për gjithë shqiptarët e tjerë. Unë të uroj shumë suksese, ishe një zonjë shumë solare dhe të uroj vetëm të mira neje. Faleminderit. Faleminderit shumë Anila, kalon bukur. Faleminderit. Shqiptarët i bashkojnë eventet dhe 25 vjetori i bashkon të gjithë ata që e duan fjalën shqipe, e duan emocionin shqip. Jemi këtu sigurisht me biznesmen, me antarë të komunitetit tonë që mendoj që brezat e ri janë ata që edhe televizionin kanë me mbajtë në kam, sepse tashmë 25 vjet jemi, por që ne gjithmonë ju na uroni që të kemi edhe më shumë vite. Si mendoni televizioni shqiptar është i afërt me rinin, me bizneset, për t'i ndihmu që kenë pakës më shumë sukses? Besoj se është një gjë e mirë me kanë televizionin shqiptar, se njëll shqiptar në biznese ndryshme edhe në universitete dhe krijon një farë lidhje komunitetit për gjithë shqiptarët. Ajo është e mirë. Besoj që tashmë e dini derën e keni të hapur për çdo gjë. Vetëm një urim për ne, për 25 vjetorit. Inshallah sa më vite sa më shumë edhe të vazhdojmë të jemi bashkë dhe të lidhemi si komunitet. Mirë, vijojmë intervistat e kësaj mbrëmje që është kaq shumë e vrullshme dhe me kaq shumë gjallëri. Me një tjetër zotëri të nderuar, kemi zotin Olti Kadiu këtu, që është edhe pronar i Farmers Insurance. Pra kryesisht i ndihmon shqiptarët absolutisht kur kanë nevojë për inshurenca, dhe vërtet? Po, patjetër. Farmers kam një agjenci të siguracioneve që është përfaqëson Farmers Insurance, që është një kompani e madhe, dhe kemi mbi 11 vjet që i shërbejmë komunitetet shqiptar me shërbimet dhe nevojat që kanë për sigurimin e makinave, të shtëpive, të jetës, të bizneseve, dhe duhet t'ju uroj për vjetorin e televizionit, sepse ka qenë një partner gjatë gjithë kohës aktivitetit tim në biznes, një partner shumë i denjë, shumë dinjitoz, gjithmonë me profesionalizëm, ka qenë pjesë e mbështetjes të programit të agjencisë sime, dhe disa herë kemi bërë dhe intervista, kemi bërë dhe emisione në televizion, por puna e televizionit shqiptar të zotit Vila është për të përgëzuar jo vetëm për promovimin dhe mbështetjen që u bën bizneseve shqiptarëve, por dhe për rolin kulturor që ky televizion luan në komunitetin shqiptar në Michigan, por edhe më tepër për ekspozimin e komunitetit ton shqiptar në Michigan. Dhe për këtë është një vlerë kulturore e pazëvendësueshme që njerëz me shumë dedikim, vetmohim, marrin përsipër këto lloj aktivitetesh për të shërbyer komunitetit. Dhe zoti Vila dhe televizioni juaj ka rol të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Dhe përveç urimit, për të cilën falenderoj se më para prive, do të kishte ndonjë sugjerim në ndryshimin e emisioneve, ku duhet të fokusohet më shumë televizioni në vijshmëri, duke qenë se jemi edhe në prag 2026? Besoj se gjeneratat ndryshojnë. Koha ecën, njerëzit kanë evoluar, social media bën punën e vetë, dhe besoj që televizioni juaj, përveç se platformës televizive që kanë në networkin në Comcast, besoj që duhet të jetë më shumë aktive në social media dhe në këto platformat e reja digitale që janë të pranishme, që jo vetëm ne, brezi jonë që shikojnë televizor, të jetë përpara televizionit dhe të shikojnë programet tuaj, por edhe fëmijët tanë të shikojnë një lajm për sa i përket aktiviteteve të komunitetit dhe përfaqësuesve shqiptar në Michigan,
që të vazhdojnë traditën që ne kemi filluar dhe rrugën që ne kemi shtruar për ta. Unë ju falenderoj nga zemra për kohën dhe për prezencën sonte dhe paçi një mbrëmje të bukur dhe të Faleminderit e urime edhe një. Faleminderit juve. Jemi këtu me kryetarin e shoqatës Bite Shqipes Philadelphia, që kanë ardhur enkas për 25 vjetorin. Shumë faleminderit, mirë se keni ardhur në radhë të parë. Faleminderit dhe ju për ftesën, është nderit kënaqësi të jemi 25 vjetorin e krijimit të Alt TV USA. Faleminderit shumë. Çka keni më na thënë, sepse tashmë jemi shqiptar të vendeve të ndryshme, por me të njëjtin qëllim. Çka mund të na thoni më shumë për televizionin ton, për gjithë për kushtimin, për gjithë punën e palodhur, sakrificat, mund të themi edhe atë, sepse ka plot 25 vite këtu në komunitet. Do thosha në fillim që jam këtu me Sami Zekën dhe Artan Ismailajn, antar të bordit të shoqatës Bite Shqipes nga Philadelphia. Vitin tjetër dhe shoqata jonë mbush 25 vjet, një lloj se 25 vjetori i televizorit Alt TV USA. Ju uroj suksese në misionin tuaj fisnik, patriotik, në mbajtjen gjallë, në shpërndarjen e informacionit, të kulturës, traditës dhe identitetit tonë kombëtar, jo vetëm besoj këtu në Michigan, po kudo në Amerikë. Pra ju uroj suksese në misionin tuaj. Faleminderit shumë. Zotri, një fjalë për televizionin e shqiptarëve. E di që keni ardhur nga atje, ndoshta jeni edhe pak lodhun, ne gjithmonë e mirë kuptojmë atë, por gjithmonë çka ne na intereson është që ai mesazhi që ju na jepni, jo vetëm shqiptarët këtu në Michigan, por jashtë Michiganit, që në mënyrë edhe ne të përmirësohemi apo dhe të shtojmë diçka nëpër emisionet tona. Po, patjetër, është kënaqësi e para punës që jemi të pranishëm këtu në këtë sebet të kënaqshëm, quhen gjuhën shqipe sebet. Edhe një mesazh që do jepja për gjithë shqiptarët është që do të jemi të bashkuar gjithmonë. Ne kemi ardhur nga Philadelphia vetëm që të jemi të pranishëm këtu, domethënë të tregojmë domethënë që edhe ne nga Philadelphia dhe domethënë nga gjitha anët e Amerikës janë shqiptarët, po të bëmi bashkë të gjithë, është shumë gjë e bukur, është shumë gjë pozitive. Shumë. Mirë, edhe një urim për fund nga shoqata, se ditë se cili do e marrë përsipër. Në emër të shoqatës Bite Shqipes Philadelphia, në emër të Këshillit Drejtues shoqatës dhe ne si përfaqësues ju urojmë suksese në këtë 25 vjetor. Dhe lart e më lart misionin tuaj për mbajtjen gjallë të kulturës, traditës dhe identitetit tonë kombëtar në shqiptarët e Amerikës. Jemi të bashkuar siç e tha Artani, mund të bëjmë më shumë për njëri tjetrin, për komunitetin tonë dhe për kauzën tonë përbashkët. Faleminderit. Ne jemi në këtë mbrëmje gjithashtu edhe me zotërinë të tjerë të nderuar, një ndërtohet dhe zoti Altin Zaloshnja, kryetar i shoqatës Besot e Diaspora. Më pëlqen shumë emri. Kjo tregon që duhet besuar te puna edhe te aftësia për të qenë komuniteti i bashkuar. Pikërisht kjo ishte nisma. Në një farë mënyrë që ne duhet gjithë bashkë do të kemi besim ke kapacitetet që kemi, ke forcat që kemi. Po të arrijmë që të bëjmë ato bashkë, patjetër që mund të mbusojmë shumë gjëra. Drejtimin në krahun e rrugë. Jemi grup i ri, kryesisht po bëjmë me intelektual, dhe duam fillimisht që të përpiqemi që të japim kontributin tonë për të energjizuar komunitetin këtu, dhe pastaj në një target të afërt ose të largët, shikojmë se si gjërat do shkojnë për gjithë kombin shqiptar, jo thjesht punën. Edhe do të kishe një urim në këtë 25 vjetor të televizionit? Ju uroj gjithë mirë atij televizioni, ky është televizioni i cili unë kam dhënë shpesh intervista dikur, kam ardhur më shpesh, por edhe tani kohët e fundit kam filluar një rrugtim intervistash, si më thënë, në këtë televizion. Ju uroj gjithë mirë, ju uroj që ketë sa më shumë sukses, gjërat shkojnë ashtu si duhet, sepse me të vërtetë është një zë që duhet komunitetit, jo vetëm Michigan, por edhe më gjë. Unë falenderoj shumë për kohën, kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Jemi këtu me zotrin Anton Lajçaj. E di që shumë shpesh e kemi pa pjesë të televizionit me mbështetjen e tij të palodhur, por sot është një ditë e veçantë. Sigurisht në këto ditë të veçanta janë ata që na mbështesin për gjithë këto vite, që na japin mesazhin më të mirë. Andaj zotri Anton, mesazhi juaj për televizionin ton shqiptar. Për të parë, Leoni, ty uroj këtë përvjetor, 25 vjetorin
e punës tuaj, një punë të jashtëzakonshme dhe unë dëshiroj që puna juaj të vazhdoj jo vetëm 25, po edhe 250 akoma më shumë vite dhe ju jemi shumë mirë njohur si komunitet shqiptar që ju kemi këtu, sepse puna juaj është e paqëmuar dhe sado që neve mund ta vlerësojmë ose mund mendojmë është shumë e vështirë ta vlerësojmë dhe ta dimë rëndësinë sa të madhe që televizioni e ka. Pra, ne jemi krenar që jemi pjesë e këtij komunitetit dhe jemi akoma me krenar dhe akoma me fat që kemi televizionin e shqiptarëve të Amerikës në komunitetin tonë. Çfarë mendoni që ne mund të bëjmë ndryshe? Si televizion, si një urlidhse për komunitetin tonë që jemi këtu në Amerikë? Mendoj se për çdo punë në këtë botë, do të thënë gjithmonë ka mirë akoma më mirë, por mendoj që nëse vazhdohet në këtë mënyrë si deri tani dhe nëse akoma më shumë, do të thënë mund të shtohen emisionet apo mund të zgjerohet si televizion me raportues nga qendre të ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo nga vendindja, ndoshta kjo kishte me kënë diçka që kishte me shtu akoma me pasunu programin e televizionit, por megjithatë aty pas parasysh se për të mbijetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës si televizion është shumë e vështirë sepse konkurenca është jashtëzakonisht e madhe dhe duhet që do dëshiroj që ndoshta në këtë pikë të bëhet domethënë zgjerimi me disa përfaqësi domethënë apo për raportues domethënë nga qendra të ndryshme ku jetojnë shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo pse jo nga vendimi. Një falënderim shkon shumë për ju për gjithë kontributin e thamë edhe më herët, por ne s'do t'ju zgjasim shumë sot, s'do t'ju mbajmë shumë. Vetëm një urim të shkurt për këtë festë të veçantë që ne sot po e festojmë. Gëzuar 25 vjetorin e formimit, gëzuar dhe pa që fat si televizion, si staf. Urimet më të sinqerta nuk shkojnë vetëm për pronarin, pra duhet të përgëzoj pronarin e televizionit zot Nika Vila, po ashtu edhe bashortën e tij zonjen Valentina Vila, por përgëzim jashtëzakonisht madh dua edhe krye stafit, duke filluar nga ju si gazetarët e tjerë, të gjithë stafi i televizionit shqiptarët të Amerikës dhe shpresoj dhe besoj që vitet që vinë në të ardhmen, domethënë ky televizor do të shkëlqejë akoma më shumë, edhe pse është në pjedestalin shumë lart për ka niveli i punës që bani deri sot. Laurime. Jemi këtu me zonjushën më të ëmbël të natës së sonte, me zonjushën Nikola. Jo vetëm që është e ëmbël, por edhe me duart të saj të arta i bën që gjitha femrat të duken të bukura, jo vetëm në ditën e tyre më të veçantë në martesë, por edhe me ato pastrimet e fytyrës. Kështu e fillova këtë bashkëbisedim sepse jemi këtu sigurisht me Nikolën për të na dhënë Nikola një urim për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, por edhe të pyesim Nikolën sa shef ndonjë emision tonin. Po Nikola, shef ndonjë emision tonin? Po, gjithmonë kam parë që kur isha e vogël, deri këtë ditë. Po. Ajo është interesante, ajo është shumë mirë, faleminderit për mbështetjen. Si mendoni që shqiptarët janë të lidhur me njëri tjetrin edhe sa televizioni i lidh shqiptarët? I mean, kemi shumë njerëz në Michigan që janë shqiptar edhe komunitetin jemi gjithë bashkë edhe vim në këto darkat edhe është më mirë. Po. Atëherë një urim për televizionin e shqiptarëve të Amerikës. Urime 2025. Thank you, faleminderit shumë. Jemi në këtë mbrëmje gjithashtu me zotin Beqir Sina, një ndër gazetarët e shkëlqyer, që ka dhënë gjithnjë kontribut për televizionin shqiptarëve të Amerikës dhe ka qenë edhe pjesë e tij edhe pse i vendosur në New York, me rezidencë në New York. Zoti Beqir, çfarë ke për të thënë sot në këtë 25 vjetor? Si ndihesh? Unë sot kthehem përsëri tek ajo ditë e parë kur mora ftesën për ta vënë këtu. Ishte një kënaqësi e veçantë mbas disa viteve që punoja këtu në Shtetet e Bashkuara si gazetar, po gazetar i medias së shkruar. Dhe për herë parë më hap dera edhe në gazetarinë vizive. Dhe ky televizion është ai që më hapi dritaren, më hapi rrugën për në të fushë të re të medias, siç ishte gazetaria.
Dhe kam bjerë vetën jaftë privilegjuar që kam punuar me këtë televizion, i cili ka qenë një dritare e madhe për kulturën shqiptare. Dhe suksesi i saj është edhe kjo arritje e tij. Pra, shekulli një dritare që promovoi shqiptarët për 25 vjet. Faleminderit shumë për urimin dhe çfarë unë do kisha një pyetje tjetër, do të kishe ndonjë sugjerim ku mendon se duhet të fokusohemi në emisionet në të ardhmen? Në të ardhmen unë mendoj se televizionit, sidomos një televizion i tillë që pretendon të jetë televizioni niveleve të larta, teknologjinë që kanë tani duhet të rrisin anën profesionale. Ana profesionale është ajo që më e madhe që rrit të vlerën televizioneve. Dhe televizionit gjithmonë të jenë promovim i vlerave, jo anti-vlerave. Ajo do ta bëjë edhe më të madhe dhe do ta bëjë të ishte një arritje e madhe për tyre. Unë të falenderoj shumë, falenderoj edhe për prezencën sot, edhe paç një mbrëmje të shkëlqyer, edhe shpresoj të argëtohesh. Falenderoj që keni ardhur. Të rinjt janë pjesë e televizionit jo vetëm sot, por gjithmonë. Ditën apo nuk ditën të flasin mirë shqip. Televizioni është ai që i bashkon. Këtu jam me një të ri, me një biznesmen shqiptar që mendoj që ka më na dhënë vetëm një urim për televizionin, sepse më tha që nuk flet shqip, por kjo është më e mira. Të vim aty dhe të mësojnë shqip ku tjetër posta Alt TV-usa. Një urim për Urime televizorit, shumë suksese, me shumë vite. Vijojmë me një intervistë tjetër me avokatin shumë të rëndësishëm në komunitet, me të gjithë përvojën edhe influencën që ka, zotin Jozef Detbukaj. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Faleminderit dhe për kohën për këtë intervistë. Do të kishit një urim në këtë 25 vjetor për televizion shqiptar të Amerikës? Patjetër, urime 25 vjetorit, jo vetëm Ganivils, po mbar komunitetit shqiptar, i cili e ndizjon këtë televizion. Kjo është një televizion i rëndësishëm për komunitet, sepse e informon në gjuhën shqipe, historinë, kulturën edhe vendlindjen. Është shumë e rëndësishme, shpresojmë që i vazhdojnë edhe për atë dhe supportojmë. Unë ju falenderoj për urimin dhe në të njëjtën kohë, një sugjerim që do të mund të ndryshonin, ndoshta tematikën e emisioneve, ku mendon se duhet të fokusohet më shumë në 2026 në televizionin? Mendoj se duhet të vazhdua kualitetin, duhet vazhdua për me ndryshua pak programin, dhe më dhanë se ka ndryshua dhe populata, për me vazhdua këtë televizion të rëndësishëm. Janë disa zona që nuk e kanë valen, edhe besoj edhe me hapi grim, se di se në Bloomfield Hills ku jetoj vetë, nuk e kemë valen. Por e di sa më rëndësi se për një periud 10 vjeqar, 15 vjeqar e kemë pas. Nështë edhe 20 vjetë. Okej, ne do bëjmë të pamundurën të marrim parasysh edhe sugjerimet. Shpresoj të kaloni një mbrëmje të këndshme sot dhe faleminderit edhe një herë që keni ardhur për prezencën. Faleminderit. Jemi këtu me zotrin John Xholaj, ai që mirret me bizneset e shqiptarëve, por që gjithmonë është aty pranë nesh, jo vetëm me biznesin, por edhe me dashurinë dhe përkushtimin që ai e ka për komunitetin shqiptar dhe jo vetëm komunitetin shqiptar, por njëkohësisht edhe televizionin shqiptarëve të Amerikës. Zotri Xholaj, a ju kujtohen ditët e para televizionit ose bashkëpunimet e tuaja me televizionin? Në radhë të parë ju falenderoj juvet dhe televizionin, është kënaqësi për mua të marr pjesë këtu sonte në këtë ceremoni të 25 vjetorit. Po, më kujtohet shumë herë. Do të më thënë, unë kam thënë shumë herë se televizioni shqiptar është në ka pru më afër vendlindjen dhe do më thënë ata që kanë qenë në biznes, televizioni shqiptar u ka ndihmuar shumë. Prandaj, unë mendoj që sa më shumë të kemi persona në këtë biznes, është shumë e rëndësishme për bizneset shqiptar që të bashkohen sa më afër. Sa më afër, të jenë sa më afër njëri tjetrit. Mirë atër, na dhat mesazhin më të mirë, por ne nuk do t'ju lëshojmë pa një urim për televizionin, sepse tashmë po mbushim 25 vite. Kjo është pra, dhe më thënë, një gjë shumë e shkëlqyeshme, që unë thëmë shumë hena, që a njeri që e ban një sukses kaq të madh, unë mendoj që është mirë ta përkrahim dhe të mundohemi që edhe më shumë individ si që kemi këtu zotërinë nga Nivila të jenë në komunitetin tonë shqiptar të Michiganit.
Deri shumë faleminderit. Merci. Jam këtu me këto dy bukuroshe, si që shihni, njëra me bukur se tjetrat, që kanë ardhur sot e festa 25 vjetorit të televizionit, për cilën arsye? Pse ke ardhur të festa sot? Sepse unë jam shumë e gëzuar për mua gjyshje, edhe ben shumë, është një punëtore shumë e madhe, është një boss, dhe punon për të tëra njerëzit, edhe ben mua gëzuar, sepse Marleka, dhe pastaj është i gëzuar, dhe pastaj ben mua gëzuar sepse është një punëtore shumë e madhe. A je gëzuar shumë të sot? Po, jam shumë e gëzuar. Kështu që do knaqesh sot apo jo? Do kërcesh? Po, shumë do kërcesh. Dhe kënaqësia më e madhe janë të fëmijët, ata që brez pas brezi do ta trashëgojnë kulturën, artin, muzikën, gjithçka të shqiptarëve. Dhe kush tjetër pos këto dy gocat më të bukurat në botë, do ta thojnë urimin për televizionin e shqiptarëve. Dhe kësaj radhe po ja lë Ninës. Nina, a thu një urim për neve? Si thuhet urimin 25 vjetori? Bravo. Jemi këtu me zotin Dritan Matraku, që vjen nga larg, vjen nga Filadelfia. Ne falenderojmë që është sot prezent, edhe është kryetari i shoqatës Bite Shqipes Filadelfia. Unë ju falenderoj për prezencën dhe që keni ardhur. Faleminderit. Do të kishit një urim në këtë 25 vjetor? Sigurisht është nder dhe kënaqësi që marr pjesë në 25 vjetorin e krijimit të Alp TV USA. 25 vjet nuk janë pak, është një qerek shekull, në ndodhë që është rrugë e gjatë, është histori. Me rastin, do përftoj nga pjesëmarrja ime këtu dhe me rastin e 25 vjetorit të krijimit televizorit Alp TV USA, ju uroj suksese në rrugën tuaj, në misionin tuaj që ka të bëjë me mbajtjen gjallë për hapjen të informacionit për të ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditës shqiptare. Besoj jo vetëm në shqiptarët këtu në Detroit, apo në shtetin e Michiganit, po kudo në Amerikë, edhe më gjerë. Si kryetari shoqatës Bite Shqipes Filadelfia, shoqata jonë pothuajse ka 25 vjet, nuk janë pak siç e thash, një qerek shekulli dhe për shoqatën tonë, është ndër shoqatat më aktive në Amerikë dhe më të konsoliduara, dhe edhe njerë, në emër të shoqatës, të këshillit drejtues të shoqatës tonë, ju uroj suksese dhe qofshim të bashkuar, kur jemi të bashkuar bëjmë shumë për njëri tjetrin, për misionin tonë dhe për kauzën tonë që është e përbashkët për gjithë shqiptarët kudo që janë, jo vetëm në Amerikë, po në gjithë diasporën anë mbanë botës. Ju lumt goja edhe e fundit do të kishit ndonjë sugjerim për tematikën e emisioneve që do doni të shihni më shumë të trajtuara? Jam mëse i sigurt, në 25 vjet, si që thash është histori, ju keni fituar një eksperiencë të madhe, një eksperiencë të veçantë. Unë, si drejtuese një shoqate që ka antar që nga Çamëria në Dardani, në Mitrovic, në shumë shtete të botës, do thosha që sa më shumë misione dhe programe që kanë të bëjnë, sidomos për brezin e ri, për fëmijët tanë, për breza i do vinë, për të ruajtur gjuhën, për traditën tonë, për kulturën tonë, për gjithashtu, duke mbajtur gjallë edhe lidhjet me dheun tonë të dashur, sepse ka shumë dashuri, ka shumë për gjuhën tonë, për dheun tonë, edhe duke i mbajtur këto lidhje gjallë, asgjë nuk u mbet. Çdo gjë, brezat tonë që do vazhdojnë, që do marrin përsipër për fëmijët tanë dhe brezat e ardhshëm do ta vazhdojnë këtë mision. Unë ju falenderoj shumë edhe njerëz zotë Dritan, faleminderit për mesazhet e çmuara, edhe uroj që të kaloni një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit, gjithë së bashku. Faleminderit. Jemi së bashku me zotin Klement Bardhi, që është një broker në real estate, një industri e fuqishme apo? Po. Cili do të ishte urimi juaj sot në këtë 25 vjetor? Në radhë të parë, suksese dhe urime për këtë përvjetor që ju po festoni sot. Mendoj se televizioni shqiptarëve nuk është thjesht një televizion, por ka qenë një institucion për shqiptarët, institucion patriotizmi, ku na ka mbajtur gjallë me frymën e dashurisë, institucion kulture, ku na ka dhënë kulturën, na ka trashëguar që nga vendi jonë të gjithë artin, kulturën, muzikën, sportet, filmat, institucion ndihmëse për njerëzit, institucion ndihmëse për biznesin. Unë kam rreth 25 vjet që jam prezent në televizionin shqiptar të Michiganëve dhe kam bjerë ndihmën time. Ky televizion na ka ndihmuar ne, na ka
na ka bërë të njëjtur me komunitetin ton. Unë në këtë televizion kam bërë disa intervista, kam dhënë disa udhëzime, këshilla për shqiptarët që në mënyrë për të patur më të lehtë në punën dhe ata që bëjnë. Unë uroj që të vazhdoj siç ka qenë dhe të kenë suksese dhe sa më mirë. Falenderoj shumë, falenderoj për kohën, për prezencën tuaj dhe kalofshin një mbrëmje të shkëlqyer. Faleminderit. Mirupafshim, falenderoj. Në këtë mbrëmje kemi edhe një nga instrumentistët më të mirë, zotin Behar Neli, na ka nderuar sot me prezencën e tij. Faleminderit për prezencën edhe për pjesëmarrjen. Gjithashtu ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi e madhe pjesëmarrja në këtë përvjetor të televiziorit tuaj. Do të kishit një urim në këtë 25 vjetor? Patjetër. Urimi është tjetë vazhdimsi, sepse është një punë fantastike që po bëhet, sepse në këtu në diasporë mund t'i humbish origjinën kollaj. Ju keni bërë një punë fantastike, të mrekullueshme në rritjen e traditave kombëtare. Ju përgëzoj për ta. Ju falenderoj. Edhe në të njëjtën kohë do të kishit një sugjerim se çfarë duhet të ndryshonte, ndoshta në tematika, emisionesh, ku mendon se mund të fokusohet më shumë në 2026-ën? Shpresoj, tani po e lidh me këtë futbollin, shpresoj që kombëtarja jonë të mori pjesë me që bëhet botërorin ashtu. Edhe ndoshta më tepër promovim të vlerave, si më thonë, artistike, sportive, të talenteve, do të ishte mrekullueshme, sepse inspirohet një brezi të re. Unë i falenderoj shumë edhe njerë, falenderoj për kohën edhe kalofshi një mbrëmje të shkëlqyer. Falenderoj. Dhe në atmosferën e këtij 25 vjetori nuk do të mungonin edhe qytetarë të nderuar të Korçës, si kemi zonjën Efi, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjetëm në këtë eveniment kaq të rëndësishëm. Unë vi nga Korça, Efi Qeleshi. Desha të përfaqësoja në radhë parë komunitetin Batra nga Worcesteri, Boston. Për këtë evenement, për 25 vjetorin e kritjes të këtij televizioni kaq të rëndësishëm për komunitetin e Amerikës. Keni një urim për 25 vjetorin e televizionit? Të vazhdoj sa më gjatë dhe sa të kemi jetë gjatësinë e shqiptarët. Do me thënë të mos ketë pafundësi. Të bëjnë më të mirën e mundshme për shqiptarët brenda dhe jashtë vendit. Ne jemi shumë të nderuar që na keni ardhur edhe na keni nderuar me prezencën. Do një sugjerim do kishit për emisionet në vijim në 2026-ën, se çfarë emisionesh do doni ju të shihni më shumë? Do doja të shikoja më shumë edhe për të rinjtë, siç u thon në fjalimin e drejtorit Dani Vila, por desha të qëndroja pak edhe në lidhje me shtetet e tjera të Amerikës. Juve të vini të shikoni dhe andeja si vazhdojnë aktivitetet e komunitetit shqiptar. E më gjerë. Për këtë do e bëni me shumë kënaqësi, po shpeshherë na duan sponsor, se do donim që të vinim të ishim prezent në të gjitha shtetet. Kur vini atje, atëherë kujtojnë dhe sponsorit për të kontribuar. Faleminderit dhe do ta marrim parasysh me shumë kënaqësi. Faleminderit që ke ardhur, apo kënaqesh sot? Ja, po kënaqemi shumë. Kënaqem se takojmë edhe njerëz që nuk i kishim takuar prej vitesh, po më vjen mirë që kam ardhur këtu, kam asistuar në këtë eveniment kaq të rëndësishëm për miqtë e mi, sepse Ganiu dhe Vali janë miqtë të tanë të familjes. Që keni edhe pjesë të familjes. Të familjes. Ja, edhe ne jemi rritur bashkë dhe me Valin, kemi qenë në shkollë. Dhe unë dhe motra e burit tim, kemi kujtime, po buri im ka vdekur bërë 6 vjet, dhe unë mundohem të mbaj gjallë kujtimin dhe kontributin që kanë dhënë para sistemit komunist edhe mbas tij. Po mbaj emrin e tyre gjallë dhe për të bërë në vend të gjitha ato që kanë lënë në mes. Mesazh shumë i bukur. Faleminderit. Të lutem. Ndërkohë do kthem pak dhe nga vajza juaj. Adela, mirë se ke ardhur. Faleminderit, mirë se u gjeta. Si po kaloni sot? Po ja kalon shumë bukur. Më ka impresionuar në fakt është e parë që ne kemi ardhur në Michigan, Detroit. Kemi prej shumë vitesh, mbi 25 vjet në Worcester, Massachusetts. Dhe ne jemi shumë të angazhuar me komunitetin shqiptar dhe e shoh që edhe këtu është një komunitet goxha i madh dhe kanë atë suportimin e njëri tjetrit edhe më vjen mirë që
ky në Alt TV USA ka pasur këtë lloj suksesi prej shumë vitesh. Edhe unë dua ta theksoja, siç tha dhe mami, domethënë që është një diçka, është shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme që ky televizion të vijë edhe përtej Michiganit ose të ketë edhe më shumë prezencë atje tek Massachusetts, sepse ne jemi një komunitet shumë i madh. Plus që dhe ne jemi pjesë e komunitetit duke bërë edhe festivalin shqiptar që sapo përfundoi këtë vit. Dhe atje kemi pasur një sukses të jashtëzakonshëm, kështu që do ishte shumë e rëndësishme që herës tjetër të jeni të ftuar. Dhe unë do jem ai person që do ju ftoj edhe pse jo, domethënë të fillojmë dhe të krijohemi dhe të jemi sa më të bashkuar. Kjo është e rëndësishme. Po. Një urim do të kishe sot për 25 vjetor? Patjetër. Në radhë parë, siç tha dhe mami, neve Xhaxhiganiu edhe Tavali kanë qenë shumë të pranishëm tek familja tonë dhe kur kemi qenë shumë të vegjël. Kështu që më vjen shumë mirë që kanë pasur këtë lloj suksesi dhe i uroj edhe sa shumë vite të tjera sukses. Do me thënë edhe ajo është gjëja më pozitive që neve shpresojmë që ky televizion të ketë. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen, edhe ta nuk po ju marr më shumë kohë që të shkoni të kërceni këngët korçare. Po bëj dhe një urim të veçantë nga motra e burrit tim, emrin e ka Katerina Qeleshi, Malollari. Ajo ka qenë në një klasë me Valin dhe kanë shkuar për shumë vite bashkë. Edhe ajo ka qenë dhe ajo që e sillte Valin në shtëpi edhe desha ta bëja një çik si kështu, janë urimet më të mira dhe nga në saj, për arsye të familjes që ka mamane e burit një çik të moshuar, nuk erdhën dot. Faleminderit dhe përshëndesëm. Ja. Faleminderit që keni ardhur sonte dhe ja kalofshi sa më bukur.